Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam menduar se përgatit një krelon me rena. Krejt që kanë nevojitën për përgatitjen e brumit janë 2 litra e gjysmë ujë të ftoftë, një lugë të mesme jo plot me sodë bikarbone, mandej 2 lugë të gjellës jo plot me krip, mill e qesim pra brumi duhet me qenë pak më i trashë se sa brumi i palacinka, përdryshe krepa ose pak më i trashë se i flis. Tepsin e kom ly me vaj, në unën tjetër kom marrë moz të lopës bio, ku ja qesim pra dhe 150 ml me vaj, për ndryshe ju përdorni nëse s'keni moz lopës, ojk ose Gjermani shlagzane me krem fresh e përzini. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek uji qesim kripen, sodën bikarbone. Përzina, derisa të tretën. E pjeku pra në topan. Topanin e kom lëshu me unëze, sepse përgatiti kështu në tepsimat mëdhe, ju mundeni me lëshu shporetin e rrymës shembull në temperaturë 230 gradë. Edhe ja shtojnë atashti millin, nuk e moti, e shefnin vetë derisa të bëhet pa pak më i trashë se sa i palacinga ose brumi i flis. E përzina me tel. Brumin e kemi përgatit kështu, pra kemi përzim me tel të dorës, tash tek moza, për ndryshe ojka ju nëse përdorni pra, ose shmand ose krem fresh, çka po diju, cilën e përdorni, cilën të keni, i përzina bashk. Tepsin e kom shti pra në topan që nxehet e lyer me vaj, në nxej mirë. Vaj është nxehur mirë, pra në tepsi tash morrim brumin edhe e qesim pra rena duke e pjek. E kom qitë renin e parë, tash me njerë fusim tepsin pra në toponin e nxehur në temperaturë 250 gradë, toponin e kom shuar, në ju atje shporetin e rrymës 230 gradë. E kemi pjek pra rendin e parë, tash morrim mozën, harqin për ndryshe edhe e lyna rendin. Spari me moz, mandej e qesim prap renin e krelons. Kështu shkojnë pra procedura deri në fund. Moz, brum, duke e pjekur çdo rend njëjtë. Tash e qesim pra brumin, duke e shtëri kështu, edhe fusim e njëherë tepsin në topan. Kështu pra pjeket edhe krelona me rena duke e pjekur furrë, duke ly me moz, pra harç ose ojk, edhe duke e qitë renat e brumit pra. Tash ju krejt varet sa antar të familjes jeni. Unë në Kosovë këtu jemi mashallah kallabllak, i qes deri në 10 rena pra me brum, ju nëse jeni ma pak mundeni me zvoglu edhe mosën e brumit pra ma pak, me 5 rena krejt varet aty qësh jeni. Edhe rendin e fundit ja kemi qitë pra dhejtën ren, e shtrina brumin edhe e fusim tepsin prap në topan që pjeket, mandej e shprishim edhe krelonën me rena. Deri sa të pjeket edhe rendi i fundit pra i krelonës, që ta mozën që na ka mbet, pra harqe që kom përzi me vaj dhe me moz, ju mundeni pra atje me krem fresh edhe shlagzane në Gjermani, për ndryshe ojk këtu në Shqipëri, ja qesim një lugë të qajt me krip, e përzina edhe qesim pra mbi shporet që të zihet pak moza, pra harqe tjetën i gati. E kemi pjek edhe krelonën, duket fantastike, pjekja është kuq për mi, si që përshifni, po është shumë mirë. Mundeni me lon pak me uftof, mas me djek durt juve që e frigoni prej temperaturës. Në onën tjetër e kom zi edhe harqin për ndryshe mozën, tash e kom lon onash, tash fillojna me shprishjen e krelonës me renda. Unë e shprishi spari me lugë shtu të nxehtë edhe mandeja qesim harqin edhe një 5 minuta e
fusim në topan, pra, për ndryshe ju në furr me harçin për mi. E kemi shprish edhe krelonën del e shkreft se të kënaq, bashkë të kënaq shkrihet në gojë. Tash e morrim harçin, pra mazën që e kom zi. Me parja qesim për mi edhe fusim tepsinja 5-7 minuta deri në 10, pra edhe një herë në furr. E kemi hek edhe krelonën prej toponit, duket kështu, mbasi ja kemi qitë pra edhe harçin, e kom lanë 5-10 minuta. Shija perfekte, e shkreft që të shkrihet në gojë. Nëse e provoni këtë krelon tradicionale me rena, kam ju kënaq. Ju përshëndes nga Kosova, jun e bukur, inshallah gjithë grupeqarët vinë mirë, e gjojnë mirë këtu familjet e tyre, e deri në recetën e radhës, nga kuzhina e Nerit, ju them miru pafshim.